Hyrja Malit të Zi në NATO do të mund të krijojë probleme tjera, pasi që Kosova ende të pazgjedhur e ka caktimin kufitar dhe tashmë do të ketë punë edhe me NATO-n dhe jo vetëm me Malin e Zi. Sipas ekspertit ushtarakNej Maloku, nga sot Mali i Zi do të flasë ndryshe lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit. Ai ka theksuar se ky antarësim ka dhe një rëndësi të madhe për sigurinë e Ballkanit, sidomos për faktin se me këtë bie ndikimi rus në rajon. Të gjitha partitë parlamentare në Kuvendin e Kosovës, si dhe qeveria, janë fajtur për çështjen e demarkacionit. Partitë në pushtet dhe qeveria për shkak se nuk kanë dashur të marrin parasysh vërejtjet e opozitës dhe opozita për përdorimin e gazit të sjellës. Prej sot, kufiri i Kosovës me Malin e Zi është kufi i Kosovës me NATO-n. Dhe prej sot, le ta mbajnë mend partitë politike shqiptare, ato në opozitë dhe opozitë, që e sollën Kosovën në këtë gjendje, se Mali i Zi nuk ka për të folur më me Kosovën me fjalorin që e ka pasur para 5 qershorit 2017. Kurse analisti tjetër Fadile Paja ka thënë se demarkimi i kufirit me Malin e Zi do të vazhdojë të jetë përsëri problem, pasi e shet të pamundur rikthimin edhe një herë të kësaj çështje në Kuvend të Malit të Zi. Gjërat e kanë marrë këtë drejtim që kanë marrë dhe tash Mali i Zi ka shumë vështirë të kthejë procedurat propa, pasi që ai veç i ka kryer të gjitha ato që janë të nevojshme në atë drejtim. Madje ka deklarata sfundme se për Malin e Zi kjo është çështje e kryer dhe ata konsiderojnë këtë çështje si problem brendshëm në politik në Kosovë, si një lloj lufte mes opozitës dhe opozitës. E sa i përket deklaratave të kandidatet për kryeministër Ramush Haradinaj, se demarkacioni me Malin e Zi mund të kryhet brenda 3 muajve, Lepaja ka një mendim tjetër. Nuk shoh shumë gjasa në këtë drejtim, ndoshta zoti Haradinaj ka edhe informata të natyrës tjetër, do të thosha më tepër nga e qartë që ose të afërta me të pushtetin e Malit të Zi ose thjesht mendon se do ta shtyjë me vrullin e tij edhe këtë proces. Mirë, po duke marrë parasysh edhe deklaratat që po vijnë nga Bashkimi Evropian, po shohim se as atje nuk ka ndonjë ide që ky proces mund të përsëritet. Antarësimi i Malit të Zi në NATO është miratuar nga parlamenti i këtij vendi me 28 prill të këtij viti. Opozita pro-ruse kishte bojkotuar seancën në këtë ditë. NATO, ftesën zyrtare për antarësimin me Malin të Zi, ja kishte bërë me 2 dhjetor të vitit 2015, kurse protokolli i antarësimit është bërë me 19 maj të vitit të kaluar. Ndërsa që nga sot, Mali i Zi zyrtarisht është pjesë e Aleancës Veriatlantike.